21 e kam për 12, në 5 e kam të 7. Duke e parë çastin që ka pas në vazhdimsi gjykata speciale, bazum edhe në faktin që rregulloria e procedurës dhe e provave lejon mundësinë si rrethon përjashtuese, një vendim i tillë ka qenë jo befasues për bindjen time, bazum edhe në faktin që ka një numër të madh të provave materiale të cilat duhet me ushqytu nga ana trupit gjykues, pavarësisht që këto prova në bindjen time do të duhet të shpalleshin pjesa dërmuese, do të duhet të shpalleshin të papranueshme për faktin se janë marrur nga regjimi gjenocidal serb. Çështja që ka pas në vazhdimsi jo vetëm prokuroria, mirë po edhe gjykata në përgjithësi në raport me 4-shën e UÇK-s, pavarësisht që kjo fundi do duhej me qenë objektive në rastin e shqyrtimit dhe vendimarrjes, fakti që tashmë kemi një proces të sërgjatur, kemi cënim të njërit prej rregullave ose parimeve bazë të drejtësisë, siç është gjykimi brenda një afati të arsyeshëm, shto faktin këtu që 4-shja e UÇK-s mohat në masën e paraburgimit si masa më ashpër dhe jo proporcionale për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, për faktin se në rast se jo më herët së paku nga fillim prilli vitit që shkoi, ta do të duhej të liroheshin dhe ta presnin vendimin në familjet e tyre. Mbi bazën e asaj që kemi pa dhe është administruar deri tash, prokuroria nuk ka arrit me argumentu tezat e saj për sa i përket zinxhirit dhe hierarkisë komanduese, si dhe mundësisë së ushtrimit efektiv të kontrollit, po ashtu edhe qëllimit në vetvete që ka pas Ushtria e Lirimtare e Kosovës. Prandaj, në rast se ka drejtësi dhe vendim të bazuar në ligj dhe në prova të cilat janë administruar dhe janë bërë publike deri tash, vendim i vetëm i drejtë do të jetë pafajësia 4-shës së UÇK-s.